Mirë se po takohemi edhe sot në kronikën javore të librit në Mirëmëngjesi Kosovë në televizionin publik të Kosovës të dashur lexues. Edhe sot 5 libra, 5 vepra, 5 autor, 5 shtëpi të ndryshme botimi, 2 nga letërsia shqipe, 2 nga letërsia huaj dhe 1 nga enciklopedia për fëmijë, si edhe gjithmonë në Mirëmëngjesi Kosovë. Nisim me Endemik, një libër me poezi. Këto kronikat e fundit nuk kam përcjell shumë poezinë, e ju e dini që është një prej dashurive të mia të mëdha. Botimet Naimi janë ato që përcjellin. Shkëlqim Qela është autori i cili ka shkruar edhe disa libra të tjerë pa diskutim. Është poet dhe romancier shqiptar që ka lindur në Tiranë vitin 1962, pasi kreu studimet universitare në Universitetin Bujqësor të Tiranës, emigroi në Austrinë vitin 1991 dhe më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kreu studimet të niveleve të larta në fushën e statistikës e të mbrojtjes së mjedisit. Shohim se sa i kthjellët është vargu i tij. Diç u dëgjua përmes vreshtës, tridhel pra drimruse i shkan bishtrint përmes rrufshit stavidhor vjeshtës së vonë. Interesant. Është një prej atyre autorëve që edhe poezinë ka dashuri po e po, por edhe të rrallë. Shikoni çfarë tituj poezish një herë, pastaj edhe brendia e tyre shumë interesante. E kam një diamant të errët. A ka një diamant të errët? E ka një diamant të errët. Çështje transporti e të tjera si këto poezi, secili mund ta lexojë dhe ta marrë, ta pranojë në këndvështrimin e vet. Poezia është, ju e dini, relative edhe duhet një gdhendje e bukur për të shkruar. E gjeni në çmimin prej 10 eurosh në librari. Qemal Murati vjen me Syzime lingvistike dhe filologjike në truall të shqipes. Ama është një libër shumë voluminos, edhe do t'ua përcjell gjërat më elementare që ju duhet i dini, i dedikuar për të gjithë, por në mënyrë të veçantë edhe për studentët e filologjisë që kanë dëshirë të kenë më tepër njohuri për çështjen. Është një problematikë gjuhësore, lingvistike e filologjike, çështje terminologjike që ne edhe ja anashkalojmë ndonjëherë, çështje të gjurmimit shkencor të shqipes në filologjinë indo-europiane, detaje fonologjike dhe leksikore të shqipes në fjalorin indo-europian, probleme dhe interpretime interdisiplinare, balkanologjike dhe të shqipes së sotme. Është një libër, siç e thash, voluminos, me shumë terminologji e që na duhen edhe për jetën tonë, por edhe për gazetarët. Është shumë i rëndësishëm që të mos haroj. Është shumë i rëndësishëm sepse ndonjëherë gabojmë neve me terminologjinë. Edhe pastaj i nxjerrim edhe punë vetes, edhe punë kronikave tona patjetër, që duhet kemi kujdes në mënyrën se si i shqiptojmë, në mënyrën se si i përdorim në gjuhën tonë të përditshme, por edhe profesionale patjetër po e po. Kështu që do doja që ta kishit edhe ta lexonit këtë libër. Kam dhënë edhe mendime të ndryshme, opinione, vlerësime për librin profesor Viktor Bakillari dhe Olger Brame, e që ju do t'i lexoni tek Qemal Murati me Syzime lingvistike dhe filologjike në truall të shqipes. Për të vazhduar me mënyrën daneze të prindërimit, në hall prindërit e sotëm, zoja dhe zotri, si t'i qasen fëmijëve të tyre, si është prindërimi ideal, apo cila është mënyra se si ata mund të prindërojnë bukur mirë në mënyrë që të mos jenë të bezdisshëm, se ka dhe prindër të bezdisshëm për fëmijët e tyre, dhe kur prindi bëhet i bezdisshëm, jeta bëhet një turbull i vërtet e për të mos qenë i tillë, duke kërkuar ndoshta për të qenë tepër strikt, tepër korrekt, tepër kërkues për fëmijët e vet, prindi shndrohet automatikisht edhe me mosdijen e tij në një gjë që mund të pengojë zhvillimin dhe rritjen e fëmijët, sepse jemi duke jetuar në këto kohëra dhe jo më kot është ajo shpreha i ngjafsh kohës. Prandaj unë do t'ju jap sot bashkë me Visarin një mënyrë daneze të prindërimit që njihet, pra mënyra daneze e prindërimit njihet si një ndër mënyrat më të bukura në botë, më optimiste, më shpresdhënëse, më frytdhënëse pastaj për të veçlit. Çfarë din njerëzit më të lumtur në botë, sepse ai është vendi më i lumtur në botë. Pra Danimarka, rreth rritjes së fëmijëve të aftë dhe të sigurt në vetvete. Loja, autenticiteti, riformulimi, empatia, jo ultimatume dhe bashkësia janë disa nga rregullat që sot do t'i vendosim. Po mendoj, do t'ju themi për prindërim të bukur, le ta themi. Çfarë e bën Danimarkën vendin më të lumtur në botë dhe si rrisin prindërit danez fëmijët e lumtur, të sigurt në vetvete dhe të suksesshëm vit pas viti?
Është një udhëzues praktik ky libër, zonja dhe zotri, dhe optimist që zbulon 6 parime thelbësore që kanë funksionuar për prindrit në Danimark për dekada me radhë, dhe se sot fëmijët danez janë të lumtur, me vetbesim, me vetvlerësim, dhe kjo e bën mënyrën se si ata janë rritur. Kjo i bën ata të sigurt në vetvete, dhe kjo mënyrë ofron një alternativë shkëlqyer për prindërimin modern me stres të lartë dhe të gjitha familjet që nga New Delhi e deri në New York do të bërtasin nga gëzimi, por dhe në Prishtinën tonë të bukur, me që kemi librin në shqip tashmë të përkthyer, më besoni është tepër e rëndësishme prindër që ta keni në duar këtë libër, ta lexoni, jo vetëm ta keni në duar, ta lexoni patjetër dhe të praktikoni mbase, duke u nisur nga vetja, nga ai që kam përballë dhe nga gjithë juve që po ju drejtohem. Hajde, se kur nuk është vonë për të mësuar. Të mësohemi edhe të prindërojmë bukur, në mënyrë që të jemi të dashur, të mirë, të lidhur emocionalisht dhe fizikisht me fëmijët tanë, patjetër. Vazhdojmë në mendjen e hipnotizuesit, botime dituria janë ato që e përcjellin, Lars Kepler, një kopertinë interesante, me ngjyra interesante, libër po ashtu voluminos, më shumë se 15 milion kopje të shitura në mbar botën, i përkthyer në shumë gjuhë, është tronditës, por njëkohësisht tepër i këndshëm për të lexuar ky libër, një nga romanet thriller më rrënqethse sipas Sunday Times dhe po pushton Europën. Është një rrëfim i egër dhe i dhunshëm që të mbështjell e të mban mbërthyer. Thot Daily Mail për librin: "Dëgjoj vetëm zërin tim, asgjë tjetër, së shpejti do të filloj numërimin mbrapsht, ti do të hysh në shtëpi, do ta shohësh dhe nuk do të kesh frikë më." Shiheni, quhet Erik Maria Berg dhe është hipnotizuesi më i famshëm në Suedi. Ati drejtohet policia sa herë që një dëshmitar është në gjendje tronditjeje të thellë dhe nuk arrin të flasë. Tani, një pacient ka nevojë për ndihmën e tij. Është Bjorni, i vetmi që di çfarë ka ndodhur vërtet në shtëpinë e vet, çfarë ka ndodhur Suzanës, bashkëshortës, e cilat janë gjurmët që ai vet pa dashje i ka zhdukur. Në mendjen e hipnotizuesit, një libër që do t'ju trondis vërtet këtë javë. Gjithë ju që do ta lexoni e gjeni në çmimin prej 12 eurosh në librari, zonja dhe zotri. Këto çmime ju duken ndoshta pak të larta, por më besoni për rëndësinë që ka libri në jetën tona, nuk janë të larta. 12 euro, 18 euro 1 kilogram qershi, që hahet për 5 minuta. 28 ishte, po u bë 18 këto minutat e fundit, përderisa po flasim. Kështu që, hajde, bleni libra, sepse këto ndesin edhe nuk hahen shpejt. Na mbetet diçka, gjithmonë nga to. Është Sinbad, detari, filloj të lexoj lektyra shkollore nga botimet Pema, zonja dhe zotrin, miqtë mi të vegjël, shihni, është një kopertinë e bukur me plot ngjyra, një diçka që na lehtëson ditën nga këto ngjyra të bukura. E aventurat e Sinbad detarit janë breslënse dhe shumë argëtuese. Duke lexuar këtë libër do t'u thoni me Sinbadin në për shumë detra dhe do të mbrini në përishuj që në realitet janë balena. Do të njihni përbindshëm me sy, po me një sy, dhe do të zbuloni thesare me diamante që i ruajnë gjarpërinë helmues. Është i përshtatshëm për moshat 8-9 vjeç, le ta themi, po. Është niveli i dytë dhe do doja që ju ta lexonit. Shumë interesant. 4 euro i vendosur çmimi për këtë libër, Sinbad detari, që do t'ju çojë në udhëtime edhe relaks pafund në vende të ndryshme të botës, pastaj në mendjen e hipnotizuesit. Një libër tjetër, mënyra daneze e prindërimit, mos harroni këtë. Është ndoshta propozimi im kryesor i javës. Dhe nga Qemail Murati, mësoni për këto terminologji në truall të shqipes, janë syzimet lingvistike dhe filologjike për të mbyllur, njëkohësisht çelur këtë kronik me Shkëlqim Çelën, që është endemik një libër me poezi. Këto kishim përzgjedhur unë dhe Visar Saliu, zoja dhe zotri. Besoj që do të ngelini të kënaqur, si cilin që ta lexoni, pres si gjithmonë komentet tuaja e që më vinë për çdo ditë pafund në komunikimet tona që i kemi virtualisht. Mirupafshim, javës që vjen, gjithë mirat.